përbën dosjen më kriminale në historinë e Shqipërisë të 35 viteve të fundit. Përshëndes dërgimin e tij në SPAK nga përfaqësues të protestës, i garantoj se Partia Demokratike po e studion dhe do paraqes akt padin tjetër po për këtë libër në SPAK, dhe kjo dhe njëherë për ne konsiderohet dosja më kriminale. Së dyti, duhet u informoj se qindra mijëra euro po shpenzohen në për korridoret, ju lutem shifni pak këtu, ç'po ndodh brenda ndërtesë kryeministrisë. Sultani i Kuq po vendos ngjyra haremin në kryeministri. Po, këto janë tipike ngjyrat e haremeve. Dënoj me forcën më të madhe vendosjen e këtyre ngjyrave në hollët e kryeministrisë. Urdhoni, sa kushtojnë e sa s'kushtojnë. Këto ngjyra janë ose të haremeve, ose të kinemave të seksit në Pigalle. Atje i kam pa unë këto. Po, absolutisht. Ja pra, nga larg, sigurisht nga larg. Zoti Berisha, Mariglin Kume nga MCN-TV. Pyetja parë ka lidhje me temën që ju trajtuat në pjesën e parë të konferencës, pikërisht me librin Albanian Files. Cili është elementi që sipas jush ose sipas Partisë Demokratike e ngarkon me përgjegjësi penale kryeministrin Edi Rama tek ai libër, për të cilin ka thënë se nuk është ai autori, por ka bërë vetëm parathënien e tij. Çfarë di Partia Demokratike më shumë